për me kundërshtu vendimin për me dalë me një qershor në treg se institucionet e vendit, ZRE-ja, po edhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë. Biznesi nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë, po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë? Do të ndodhë që do të rritët produkti jonë kosovar, do të rritën shërbimet, vlerat, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të lirohen, reduktohen vendet e punës. Kështu që nuk ka qenë dëshire jona me dalë sot me protestu, jemi detyruar me dalë me protestu dhe kërkesa jonë ndaj institucioneve të vendit është që të reflektojnë në kuptimin pozitiv të gjendët mundësia dhe të shtyhet se ne vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Nuk jemi këtu që t'ja ngarkojmë qytetarëve të Republikës Kosovës, se sot kemi marrë informata që bizneset po dojnë m'ja ngarku qytetarëve. Jo, ne mbrojmë qytetarët e Republikës Kosovës, mos mu ngarku edhe një herë me një rritje tjetër në produktet ose në shërbimet që i marrin në vend.